نبيا ورسولا. Asalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që në këto momente jeni duke na ndjekur drejt për së drejti në radio dituriaislame.com. Ju përshëndes duke ju dëshiruar një mbrëmje të mirë dhe sonte me shpresë që do të kalojmë mirë, do të jemi si zakonisht, do thotë si çdo të martë edhe sonte me profesor doktor Hafez Hajredin Hoxha, të cilin e përshëndesim dhe i dëshirojmë mirëseardhje me selamu alaikum. Aleikum selam, rahmetullahi ndërore, moderator. Aleikum selam, përshëndesim në dëgjues edhe shikues kudo që të janë, Allah i rujt, Allah i shpërbleft, inshallah gjithë me të mira. Amin. Të nderuar dëgjues, sonte do të jemi në trajtimin e një teme që titullohet Hyrja në meditimin e Kuranit. Do thotë kështu e kemi titulluar temën për këtë emision të sonte dhe kështu do të jemi gjatë minutave në vazhdim në trajtimin e kësaj teme. Prandaj edhe juve që po na ndiqni, ju ftojmë të bëheni pjesë e programit duke marrë pjesë me anë të inkuadrimit tuaj të drejt për drejt, me inkuadrim të cilin ju do të mund ta bëni në +383 44 888 698 është numër kontakti në Viber, të cilin mund ta përdorni qoftë me anë të pyetjeve tuaja, me anë të përsive me shkrim apo me anë të telefonatave tuaja. Ne do të jemi të hapur dhe në mirëpritje të telefonatave tuaja, po ashtu edhe me anë të SMS-ve tuaja. Njëkohësisht edhe Skype-i është adresa në Skype ku ju mund të dërgoni pyetjet e juaja e ne në pjesën e dytë të programit do të përpiqemi që të japim përgjigje në pyetjet ose në komentet e juaja të cilat mund t'i bëni. Njëkohësisht emisioni përveç në radio dituriaislame.com që transmetohet, po ashtu është edhe në Facebook e YouTube, në të dy rrjetet mund të na ndiqni duke e klikuar pra tek radio Dituria Islame, duke i bërë like faqes ose edhe në kanalin programi i natës në YouTube ku transmetohet ky emision. E ne pa humbur kohë, menjëherë do t'ja kalojmë fjalën të nderuarit profesor doktor Hafez Hajredin Hoxha për të nisur trajtimin e temës së sonte e më pas në pjesën tjetër të programit do të pranojmë pyetjet e juaja të cilat do të vinë. Faleminderit moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Po fillojmë me emrin Allahu xhalla shanuhu, me emrin atij i cili është gjithë mëshirshëm, shumë i mëshirshëm dhe mëshiron. Rahman, që në gjuhën arabe do me thonë i mëshirshëm, është në atë peshojën fa'lan, i thënë gramatikën sintaksën në gjuhës arabe, sikur se athshan, sikur se mel'an. Ata që dinë arabisht i kuptojnë këta gjana, do thotë përdoret një peshoj që nën kupton shumë i mëshirshëm. Ar-Rahim që bën mëshirë, që mëshiron. Ne si njerëz jemi dopt, pa mëshirën Allahu xhalla shanuhu, pa ndihmën e tij, nuk kemi mundësi asgjë me bë. E i lutemi atij ditë e natë me emrat e mirë që i ka, me cilësitë e tija të larta që për hatër të Kuranit madhënueshëm dhe për hatër të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, më na ndihmon neve, më na fal gabimet tona, baballarëve tanë, mësuesve tanë që na kanë mësuar, më fal gabimet edhe shokëve dhe ndëgjuesve dhe shikuesve tanë anë mban që na ndjekin në këtë emision. Ju përshëndesim vëllezër dhe motra, dhe mirë se vini në këto bafqet, këto bereqetet apo trezat kuranore që po mundohemi të shërbyje Kuranit. Sonte e kemi titulluar temën Hyrje në meditimin e Kuranit. Në këtë hyrje do t'i përmendim disa teknika apo disa metoda, mënyra se si fillojmë me medituar Kur'anin pamlart
dhe se si mishërohemi me Kur'an dhe se si Kur'anin ta futim në jetë. Ta përpunojmë urdhën e Kur'anit në jetën tonë. Këto është problemi muslimanëve anë banë botës. Na kemi qenë taft gjatë historisë edhe sot, bukur do bylbyle, do hafëzlar për me i qitë, për me i prodhua në për institucionet të ndryshëm, po të na antroje tona, në Arabi, çdo kur anë banë botës, këtë problem, shqyqër Zotit, nuk kemi aspekt. Allahu xhela shanuhu thot në Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na më të vërtetë kemi zbrit Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë, do ta ruajmë atë. Se si ruhet Kur'ani, normal janë shumë mënyra se si Allahu xhela shanuhu ruan në Kur'anin, mbjell në zemrat e njerëzve dhe robëve të tij, po dashurin për me mësu hafëzllëkun, përmendesh krejt si kompjuter, dhe ajo është evidente, dhe është mrekulli që sot krenohemi na, në me thonë fëmijët, që nga mosha 4-5 vjeçare e përpjeten mësojnë Kur'anin përmendesh. Këto do thotë nuk ka nevojë që me forcë se kemi shumë argumente të evidentune në do thotë në filmat dokumentar në internet, si në botën arabe, ashtu edhe në botën jo arabe, po se si Allahu e ruan Kur'anin, kur printohen, do me thonë kopje të ndryshme të Kur'aneve, edhe ajo është evidente, printimi bëhet shumë, do thotë në troje tona, në arabi, çdo kun, me ngjyra të ndryshme, me kaligrafi të ndryshme, me format të ndryshëm, letrave, e tjera. Se si e ruan Allahu xhela shanu Kur'anin, po bëjnë garime në botë, cili kaligraf për të shkruar dorëshkrim më i bukur i Kur'anit, po kjo është një lloj metodë që garojnë do thotë edhe ata kaligrafët. Se si Allahu xhela shanu ruan Kur'anin, komentatorët e Kur'anit që bëjnë koment Kur'anin, interpretojnë Kur'anin, po mirën me Kur'an, vazhdimisht, që nga koha e zbritjes deri tani, edhe kjo një metodë apo një demonstrim se si ruhet Kur'ani, dhe me thonë, bim në këta shembuj, për me tregua mrekullinë e ajetit kuranor, që e përmendëm më herët, ne e kemi zbrit Kur'anin dhe na do ta ruajmë atë. Për librat e hershëm, biblike, Taurate, Dhjata Re, Dhjata Vjetër e tjera, nuk ka garantuar Allahu xhela shanuhu që do t'i ruan ata. Dhe nuk kemi sot na, me sa dim deri në këtë moment, shekullin 21, fillimi shekullin 21, që sot e kemi ndonjë nga religione tjera, krishtere, po, apo, më thonë, qifute, ehlul kitab, i thtarët e librit, nuk kemi asnjë rast që as nga rinia, as të vjetrit që ata jenë gjendje me mësu librat e tyre përmendesh. Nuk ka, nuk mundën hiq, as në për konferenca nuk kemi ndëgjuar, as nuk kemi lexuar, që do thotë, po të gjithë duhet me marr ata me lexuar kështu, do thotë me libra të hapur. Me lexojnë Biblën e hapur. E ma përmendsh, nuk ka. Vetëm Kur'ani madhështor, Allahu xhela shanu e fut në zemër edhe në kokë muslimanë dhe robëve të tij. E këtë aspekt, këta janë do të disa demonstrime se si ruhet Kur'ani. Tu na nuk kemi problem. Ymeti, populli, përgjithësi janë aktiv. Problemi, se si zakonisht në ligjëratat tona të sistematike, e diagnozojmë problemi është i puna me Kur'an. Praktikimi i Kur'anit. Mishërimi me Kur'an, integrimi ynë në Kur'an. Integrimi ynë do thotë komplet i jetës tonë, aspektin psiqik, aspektin shpirtëror, aspektin social, aspektin do thotë moral, na sa po jemi të integruar me Kur'an, sa po jemi na të mishëruar me Kur'an. Kjo është tash ai problemi ynë. Problemi i ummetit musliman, apo i muslimanëve si në Arabi, si të na do kon, kjo është. Është një përqindje e vogël, çka punojnë me Kur'an, dikush edhe nuk din se si me punu me Kur'an, ka të drejtë, thot Aga Hoxh, Hafuz Efendi,
kallëzon, më tregon mua se si më punu me Kur'an, po e du Kur'anin, zemër e kam, e kum ble për kthimin e Kur'anit, e kum lexu Kur'anin për kthimin 1 herë, 2 herë, e kum lexu për kthimin bosnjakisht, turqisht, shqip, po ku janë punat e praktikimi, se si më përfitu, aty janë problemi. Pasi tregum na problemin tash, është radha dhe me thonë me tregum disa teknika, disa metoda praktike, se si na me him në Kur'an. Kjo temë e sontit, kjo bisede e sontit, ka të bëj me ato javës kaluar. Kush e ka përcjell? Javën e kaluar na i përmendëm 3 çështje kryesore, e përmendëm se si më përfitu nga Kur'ani, dhe me thonë ato çështje dhe shumë e rëndësi, që Kur'anin duhet me mësua, përmendesh, dhe me lexua me nijet praktikës. Jo vetëm në aspektin teorik, po edhe praktik. Kjo metodë ka qenë metodë e sahabeve dhe shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe muslimani mja pa hajrin dhe Kur'anit mirë, me qenë muslimani kulturuar, bashkëhor në hijen e Kur'anit, duhet edhe ai në fillim të edukohet me edukatën e Kur'anit. Dhe të fokusohet mas shumë në burimin e Kur'anit dhe mos i shumoj burime e tjera, për mos mja përzi ati trunin, mos mja përzi ati, dhe thot, burimet kulturore, edukative, arsimore, dhe folëm gjatë për studentët e për fakultetet tona, për medreset tona, që duhet më fokusohet ma shumë në Kur'an, në domethënien ku Kur'anin, në zbërthimet ajeteve të Kur'anit e tjera, dhe numër 3 që kemi përmend javën që shkoj, është problemi që do thot ata që futën fillimisht në Kur'an, deri dje kanë qenë rrugën jo fetare, jo në rrugën Allahu xhaleshanuhu, po pastaj janë udhëzuar, ata gjithmonë jetojnë një farë konfliktin zemrat tyre, arabisht i thënë një farë as-sira' ad-dakhili, konflikti brendshëm, te i dje s'kam qenë rrugë Zotit e sot jem bo, nuk ka problem, shumë më gjë normale, sa herë që atyre t'ju kujtohen ato gjestet e mashme, veprat e kaluara, ata me tobe dhe istikfar, me pendim të Allahu xhaleshanuhu, ato të gjitha eliminohen dhe fokusohet në jetën e tij aktuale. Këta ishin ato domethënë gjana gati që kemi folë, metodën e sahabeve, se si kanë punu me Kur'an, me çfarë niyete e kanë mësu Kur'anin, me nijet jo vetëm teorisë, por nijet praktikës. Vetëm nga burimi i Kur'anit kanë marrë mësimet, nuk kanë infektuar me infektime tjera anësore, kulturore të ndryshme. Ai i cili tash don me praktiku Kur'anin në jetën e tij me bismillah, edhe unë që sonte e kom pro Kur'anin, përpara e kam, e kom qenë, para se më treguonin ajeteve apo në cilën sure do të filloj, para saj kam mësu Kur'anin me nijet jo vetëm teorisë, por nijet praktikës. Vetëm nga burimi i Kur'anit kanë marrë çfarë përmendëm na më herët, Kur'anin e konfrontonte para veti, dhe tani para se të fillojnë me ato, do thotë teknikat, na duhet disa gjëra kalimti dhe shpejt më rikujtuo vetes dhe ndëgjuesve dhe shikuesve. Numër 1 janë disa etiketa, disa edukata shpirtërore që ai duhet të ketë parasysh çka don me punu me Kur'an, çka don me arrit knaqësinë Allahu xhaleshanuhu. Po ato kushte paraprake janë që ai njeri ta ketë besimin e pastër. Tjetë besimtar musliman, do thotë, beson në Allahun xhaleshanuhu dhe mos ketë problem besimi, mos jetë ateist, mos jetë sekular, mos jetë do të të infektuar me mendime tjera, po ta ketë besimin. Tjetë musliman, me fjalë tjera tjetë musliman. Po musliman tash po do me punu me Kur'an, me përforcuar besimin e tij. Moderatora, jemi në rregull?
Po, gjithçka është në rregull, doktor. Gjithçka është. Po, ishte pak një moment që teknikisht na u kthy zoni, po tash jemi në rregull gjithçka. Prandaj, kushtet paraprake janë çka thash, besimi i drejtë, niyetin e mirë me pas, me pas qëllimin e mirë, po qëllimin për dashurinë Allahu xhaleshanuhu, dashurinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe dashurinë e praktikimit të Kur'anit. Do të thonë tani na po përgatitim kandidatin, muslimanin, studentin, hoxhën, intelektualin, se si tani ato tashtim, do të thonë në fushën dhe në ambientin e Kur'anit. E para se me hi këtë ambient, se si bëhen disa trajnime tash për çdo fushë, për çdo sport, për çdo profesion, janë disa trajnime paraprake. Janë disa trajnime që më sahabitni, kështu duhet më vepru, e thash edhe na, besimin e pastër, niyetin e mirë, po, çato çka ta mëson, çka ta lexon, mi ju lut Allahu xhaleshonu, ja Allah mundso me praktikua, po, çato ajetet, çka ti lexon, po, çato ajetet, çka ti lexon, po, mos me shumua, po, me marr, mos me rrit numrin ajeteve më pak, me qenë njeri modest, po, me qenë njëtën kohë edhe krenar, me gëzim të madh, se sonte pëhiun në Kur'an, po pëhin Kur'an, librin Allahu xhaleshanu, ligjin e tij për më punua, po pastaj kërkohet nga ai që sa ta qel të Kur'anin, sa ta marr para veti, po shen deri dhe respekti, në të merr abdes, po dhe në ta ketë parasysh që unë e kam dorë në libër i cili ka zbrit nga Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet engjullit melekut Xhibril alayhis salam mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për plot 23 vite. Po, me pas parasysh se po lexon tani, do thot urdhrat e Allahu xhaleshanuhu, po masi që ti lexon këto ajetet, ai tani kërkohen nga ai çka me bo një lloj meditimi, një lloj stopime të stopohet pak, do të ndalohet pak, dhe preferohet edhe këto momente që të mshilen pak syt dhe me korrigju veten, me e kthye imagjinatin e tij, kokën e tij, domethënë, kinse është duke përjetuar zbritjen e Kur'anit tani dhe është në kohën e sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Domethënë mu kthy mrapa 14 shekuj dhe me përjetua ai periudhën Mekas apo periudhën Medinase që Kur'ani tani po zbret. Dhe me konsideru veten ai tani këto momente që kinse Allahu xhaleshanuhu është duke ju dedikuar apo i drejtuar atij personalisht. Pas kësaj, po, ai të thot tjetë i sinqert në këtë punë shumë dhe ta imagjinon madhrinë e Allahu xhaleshanuhu. Çfarë forcë ka Allahu xhaleshanuhu dhe çfarë mëshirë për njerëzimin ka Allahu xhaleshanuhu, që ai nga dashuria e madhe për njerëzimin, për robët e tij, ka zbrit një libër, një katalog se si me punu me atë libër. Me thonë, në ato momente tash ai shpirti i tij është dinamik, ka përjeton disa çaste dinamike, disa çaste do thot të gëzimit shpirtëror, të përgatitjes shpirtërore dhe psiqike, se tani unë jam do thot duke punu do thot me fjalët e tij. Sa fjalë tash ku ta kam Kur'anin në dorë, po duhet me pas bindje të plot, bindje, kështu do thot prerë, që nuk janë fjalët e njeriut. Me fjalë tjera, siç pretendojnë dhe besojnë apo siç mundohen orientalistët dhe ata skepticistët armiqt e fesë islame me mbjell dyshime zemrat muslimanëve se kinse Kur'ani është produkt i Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kinse ai është autori i këtij librit, këta janë vezvese, këta janë domethënë supozime dhe rana, iftire, rana, nuk kanë baza. Ti, o kandidat, o vëlla i dashur, o i motor ndershme, po duhet në zemrën me pas që ky libër nga Allahu xhaleshanuhu. Tanzilun min Rabbil alamin, që ka zbrit nga Allahu xhaleshanuhu.
Pastaj, po, ata që ka t'i lexon këto ajetet, po, mos me kërku dhe mos me prit nga leximi këtyre ajeteve dhe praktikimi dhe një pozitë të kësaj jete. Do me thonë, mos me praktiku Kur'anin jetën tonë, vallahi unë të marrë në publik apo në mas një notë më të mirë dhe të bëjmë objekt diskutimi në mas apo në mediat rrjetet ndryshme sociale se filani apo filania po punon me Kur'an dhe është bërë shembull diçka. Këto njetet e dynjas të kësaj bote, do me thonë materiale të kësaj anës materiale, këtë duhet mi jek për zemrës, këtë duhet mi largu për zemrës, po, pastaj, për me kuptu ti dhe për me ndiku Kur'ani jetën tonë, ti, me ato njetet që ka thash më herët paraprake, duhet me largu edhe nga gjunahet, nga mëkatet. Të nderuar dëgjues, kemi pas një shkëputje në linjen e komunikimit me doktorin. Është bërë një ndërprerje e linjes së komunikimit, do të riprovojmë sërish të rivendosim kontakt. Jemi gjithmonë në transmetim të drejtë për drejtë dhe në transmetime të drejtë për drejta është e mundur që të na ndodhin këto shkëputje, por shpresoj që tash me doktorin po dëgjohemi. Doktor, ke moderator që ma jemi në rregull tani? Besoj që po, do të shohim, por është kamera, do thot është kamera e kthyer te poshtë, nëse për unë vetë se kom ndru pozitën në horizontale, do të vesh lëvizeni një herë prap ktheheni në pozitën e njëjtë për me ardhen në vend fotografia. Tash ktheheni prap tjetranon për me ardhen ndoshta kthehet sinjali. Mirë është tash. Po, kjo është. Faleminderit, kërkojmë falje, është teknik edhe kur jemi direkt janë gjëra që mund të na ndodhin. Ndodhin, besoj që edhe shikuesit e kanë parasysh këtë. Patjetër, besoj që na kuptojnë. Mirë, mund të vazhdojmë mund të vazhdojmë aty. Po vazhdojmë te kushtet. Çka tham gjatë do të thonë para përgatitjes në shpirtërore, do të thotë kushtet paraprake, është unë po futem në Kur'an, e kam Kur'anin përpara, është edhe kusht kërkohet që ti tani të largohesh nga gjunahet, të largohesh nga mëkatet, dhe Kur'ani, çka thash, është një libër hynor apo i Allahu xhaleshanu që është nur, që është dritë. E drita Allahu xhaleshanu nuk i jepet gjunaqarit, mëkatarit. Unë po mundohem me punu me Kur'an, po mundohem me praktiku Kur'anin, për të njëjtën kohë jam edhe i zhytur në mëkate. Jam, domethënë, jo i larguar, jo i larg mëkateve, e mëkatet janë të lloj-llojshme, tani mos i përmendim, se nuk është koha kjo ambient i Kur'anit tash po flasim, po e ti duhesh më largu nga ato mëkatet në mënyrë që drita Allahu xhaleshanuhu të futet në zemër. Dhe Imam Gazaliu, para 1000 vjetëve, Imam Abu Hamid al-Ghazali, punimet e tija, se si të kuptohet Kur'ani, se si meditohet Kur'ani, po na ka dhënë një shembull shumë mirë konkret, që atë shembull po mundon tani me tregu shumë pika shkurtra. Kur'ani është, do të thotë, si një dritë e madhe, do të thotë që ka plot thesare, plot bereqet, plot, do të thotë, të mira. E zemra njeriut është, të thotë, si pasqyrë që reflektohen ato të mirat e Kur'anit nga Kur'ani, domethënë pasqyrë. Nëse kjo pasqyra është e pastër nga pikat e zeza, atë edhe fotografia njeriut shifet më qartë dhe më pastër. Edhe ato kuptimet koranore që reflektohen, domethënë zemrën tënde, pasqyrën tënde të pastër, pa pikat zeza, pa ato njolla, pa ato mëkate, ato shihen më mirë. Ato duken më mirë, edhe duken qartas.
por kur zemra njeriu është për plot pika të zeza, për plot mëkate, për plot njolla, atëherë aty do të thotë nuk shihet bereqeti i Kuranit, nuri i Kuranit, drita e Kuranit. E për më reflektuar Kuranit mirat e tij, zemrën time, zemrën tënde, ti duhesh me pasru zemrën, çka e përmendëm më herët në jetën e mirë, besimin në Allah e tjera, plus edhe më largu nga gjunahet. Unë po du me punu me Kur'an, e pas ta një jetën kohë edhe jemi zhytur në harame, po e Allah xhaleshanuhu nuk ja jep këtë dritë të Kur'anit këtë bereqet atij i cili çka është i zhytur në haram apo në mëkat. Prej kushteve paraprake, po më ju lut Allahu xhaleshanuhu, o Zot runa pi sherrit, pi dëmit nefsit tëm dhe pi dëmit shejtanit, që shpirti yt tash në të jetë me Allahun xhaleshanuhu këto momente, po kërkohet nga Allahu xhaleshanuhu, nga personi i cili falni që mediton Kur'anin, që hajt tash mos futohet me durët e tija, e me telefon, e me programe, e me biseda ansore, tani jam duke lexuar në Kur'anin dhe jam të mundu me meditue, e prandaj nuk du zhurma, nuk du pengesa. Premtoj, apo dëshiroj, apo si më thon meritoj, më thon ta kaloj një pjesë të kohës unë me Kur'anin, me librin Allahu xhaleshan të vetmohem me libër. Në këtë mënyrë, atëherë mishërimi dhe integrimi i zemrës bëhet më shpejt dhe në mënyrë më të mirë. Me gjetë kohën, këto kushtet paraprake, kohën e përshtatshme, kur ndikon Kur'anin në zemër, kur ndikon kokën tënde, jo vendi ku ka zhurmë, jo koha kur është koha punës, koha do të lëvizjeve, koha do të thotë mënyrë dalje ose tregut e vende, po duhet me gjetë vendin dhe kohën e posaçme në mënyrë që këto mëshirat e Kur'anit apo drita e Kur'anit dhe mëshira Allahu xhaleshano të zbret zemrën tënde apo zemrën time. Më thonë kjo është shumë e rëndësi se si po me punu me Kur'an. Po, pastaj për teknikave që tash kushteve paraprake, tashti kur do t'ja nisim në praktik, po duhet këtë ajet që ka kombën jetë me punu sipas tij, me përsëritur disa herë, me lexu disa herë. Nëse di arabisht, e lexoj arabisht. Nëse nuk di arabisht, e lexoj për kthimin shqip 1 herë, 2 herë, 3 herë, po edhe ndalem duke medituar, e meditimi i tepërt, do të thonë meditimi apo leximi disa herë i ajetit, po kjo ndikon domethënë në kuptimin më të pastër dhe më origjinal. Po, dietarët e fesë islame, komentatorët e Kuranit, kanë dhënë shembull shumë të bukur të mirë, kur përsëritet ajeti disa herë, kur përsëritet për të medituar dhe kuptuar, me bo tedebbur, i thënë gjuhën arabe, meditimi i thënë tedebburul Kur'an, komentimi tefsirul Kur'an, po është sikur sa ajo hurmën, sa herë frut në arabi e din të gjithë, sa herë me shtin gojë njerëz për spari herë, pa përtyp nuk e ndin ëmbëlsirën e saj. Po kur ta përtyp 1 herë, 2 herë, 3 herë në gojë, atëherë sa herë ta përtypesh domethënë me hurmën, po hurmën e shijon ëmbëlsirën e saj më mirë dhe më shumë. Një rast është edhe i provuar dhe me eksperiment edhe Kur'ani. Sa ta përsëritish, çaq më shumë do thotë e ti integrohesh dhe futesh në atmosferën e Kur'anit. Po, edhe mos harroni se këtë këto çka kushtet paraprake, çka i përmendëm, po këta kushtet, domethënë për me arrit këta kushtet, duhet bukur ti me luftu me shpirtin tënd. Nuk ka lehtë. Nuk është lehtë për mu përgatit shpirtin dhe psikikisht, duhet pak bukur ti me bon xhihad me nefsin tënd, me shpirtin tënd, me bo rezistencë. Se vezveset, lëvizjet nuk je mësuar hera parë, prandaj duhet shumë bukur me programu veten tënde kur don ti më fut në këtë atmosferë të Kur'anit. Tash kur ti lexon ajete tash ti në Kur'an, po mori kthye domethënë edhe me qenë shumë real dhe shumë aktual, shumë i vendos me këtë punën tënde, po
edhe çka ndihmon si kusht paraprak për meditim të mirë fillt, duhet edhe të lexojë unë pak për historinë e Kur'anit para se ta marr Kur'anin, historia e zbritjes së Kur'anit, historia domethënë e mbledhjes së Kur'anit, domethënë se si u bë kompletimi i Kur'anit, e mësimit përmendesh, po historia e komentimit e interpretimit të Kur'anit në mënyrë që unë jem të thot po rjedha për fillestarët në fillim po preferohen të thot të ndalin të ajetet që ka flasin për Allahun xhaleshanu, për madhnin e tij, për madhnin e tij, për akide domethënë për besim, dhe aty mund dal edhe me korrigjua besimin e tij dhe me krahasua çka po thot Kur'ani dhe ku jam unë. Po. Këta fjalët e Kur'anit, po ashtu të duhesh me programu veten tënde që Allahu xhaleshanu është ai, domethënë krijuesi suprem dhe gjykatësi suprem që gjykon mes njerëzve në këtë jetë edhe në ahiret. Dhe fjala e tij është dominante, është do thotë ajo fjalë që duhet më punu sipas tij. Është fjalë përfundimtare. Fjala e Allahu xhaleshanu. El hakimiyatu lillah, do të thonë që Allahu xhaleshanu atij i takon enam. Inil hukmu illa lillah, atij i takon qeverisja e kësaj gjithësie, po ashtu edhe qeverisja e jetës tonë, do thotë morale, shpirtërore edhe sociale. Do thonë të jem unë i përgatitur shpirtërisht, jo me lexu me Kur'anin si thamë më herët, për çështje kulture dhe humbje kohe dhe vetëm sa për kuriozitet. Po. Se na kur jetojmë me historinë e sahabeve dhe historinë e të hershmive, se si ata e kanë përjetu Kur'anin, se si ata kanë medituar Kur'anin, atëherë edhe na në këtë mënyrë ja shohim hajrin. Sikur se ja kanë pa hajrin shumë intelektual perëndimor, janë bë musliman, kanë pranu Islamin, kanë lexu Biblën, se kanë gjetur atë ëmbëlsi shpirtërore, kanë lexu dhjetën e re në vjetër, kanë lexu librat tjera të hinduzëve, të budizëve, kanë ndryshuar këtë situata. Dhe aty pastaj ata janë fut, domethënë në botën tjetër, në një atmosferë tjetër dhe janë bë musliman. Këto ishin disa kushte paraprake, inshallah kanë qenë të qarta, para të cilit dëshiron me Sërish, me sa duket prap kemi të lashe me linjen, sa duket sot do të kemi pak të lashe me internetin, për që ju kërkoj falje, është duke ndodhur një defekt i vogël në transmetim për arsye të internetit, do të thotë ose nga studio këtu ose tek doktori ka të lashe me internet, por do të riprovojmë sërish të rivendosim komunikim. Gjithmonë të nderuar dëgjues, kërkoj mirë kuptimin tuaj. Duke pas parasysh që jemi në transmetim të drejtë për drejtë edhe gjatë transmetimeve. Po, gjatë ajeti 23, Suratul Isra, ajeti 23, 24, 23-24. Do të dalemi për të ajetet. Ti lexojmë njerë ata që ka din arabi, për bereqetet të lexojmë, ti lexojmë këtë, e pastaj përkthimi ton, atëherë bëjmë edhe përkthimin, dhe pas përkthimit, atëherë edhe ndalemi dhe i meditojmë këta ajete. Tani, lexojmë ajetin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. Këto ajetet, të kapina Al-Isra, bëjnë fjalë për mirësinë ndaj prindërve dhe besimin në Allahun xhelle shanuhu. Niku përkthim shpejt, wa qada rabbuk. Urdhri i Allahut, Zotit tënd, është alla ta'budu illa iyyah. Që askujt tjetër mos me i besua, mos me nënshtrua me adhurim përpos tij. Dhe fjala qada merr shumë kuptime, po në këtë kontekst emara e ka kuptimin ka urdhëruar Zoti yt, me thonë për ju dedikohet Allahu xhelle shanu Hazreti Muhamedit alayhis salam, që Muhamedi ta predikoj këtë të shokët e tij dhe pastaj shokët e tij, shokët e tyre deri në ditën e fundit të kësaj jete. Që na mos i besojmë askujt tjetër përpos Allahu xhelle shanu. Së bashku me besimin në Allahun xhelle shanuhu, të sillemi mirë me prindërit. Po vazhdon ajeti. Nëse prindërit e tu i ki pleq dhe ata janë të shtyrë në moshë të dytë ose njëri prej tyre, e në këtë moshë tani kur prindërit shtyhen në moshë, në të shtyrë në moshë, 60, 70, 80, 90 vite, këtu tani fillon një me fazë e re për jetën e tyre. Fillojnë problemet, fillojnë kërkesat e tyre, e këtu fillon një lloj mundi tani, djali apo vajza, mundet këto momente, më u mërzit, më u nervozua, dhe thot, vallahi u lodha me babën, u lodha me nanën, hajde ta çojmë shtëpinë e pleqve, ta bim një shërtore të shtëpia, dhe ndonjëherë kërkesat e prindërve shtohen më tepër kohë pas kohe. Allahu në këto momentet që i ka ditë që janë fort të vështira, fort kritike, po na tërhek neve vërejtjen duke na thënë, fala taqul lahuma uf. Mos gabo mi tha atyre një fjalë të keqe dhe të rëndë, as të madh as të vogël. Asnjë fjalë nuk i të drejtë me kthye prindërve në ato momente, as uf bile mi e thonë. Shifni, këtë komentatorët e Koranit thojnë, me pas në fjalim më të shkurt gjuhën arabe, e kish përmend Kurani. Por nuk ka fjalim më të shkurt gjuhën arabe, se sa këto fjalim për dy shkronjave. Shkronja e dytë është e dy fishuar. Uf! A me thonë, nuk ka 3 shkronja, se me 2 shkronja s'ka fjalim. Hajde. Nuk ka. Do me thonë, mirë, po është që kjo ma e shkurt me 2 shkronja. Me pas diçka më shkurt se kjo e kish përmend Allahu xhelle shanu. As uf bile mos i tha, mos i thuj prindërve. Po plus, çka ja Allah me bë? Allahu xhelle shanu po thot, "Wakhfid lahuma janaha dhulli." Të jesh i kujdesshëm ndaj tyre, sikurse ai zogu
njeriu i kujdesshëm, që ti jesh i sjellshëm, ai mëshirshëm ndaj prindërve tu, sikur sa i shpendi që të thot është i kujdesshëm ndaj zogjve dhe të tij. Wa qur rabbi, plus kësaj, në ato momente tash ata që jenë shtyr në mosh, po ti i ke pa që jenë lodh fizikisht dhe shpirtërisht, kanë punu tërë jetën për tyje, kanë dhe maksimumin kanë bë për shkollimin tënd, për rritjen tënde, ti pasi ti kryen ato shërbimet e tua ndaj prindërve, thuj këtë lutje, Allahu po na mëson. O Zot bre, bëni rahmet, mëshiroj këta prindërit e mi, sikur sa ata më kanë mëshiruar mua kur kam qenë unë i vogël. Çka ka bën nana jote ndaj teje? Prindërve po për tyje, sa kujdesin, sa herë ka lë vetën pa gjumë aja nënë shkret për tyje, atëherë edhe ti në ato momente lutjo Allahu xhaleshanuhu që Allahu të jetë i mëshirshëm dhe i butë dhe të largoj atyre prindërve çdo sëmundje, çdo vështirësi, çdo gjë që është. Më thënë, jo vetëm me bon hizmetin, shërbimin, po të njëjtën kohë me bon shërbimin, e zemra jote edhe më kon plot dhimbje, plot rahmet, plot dashuri, plot kujdesje për kushtim ndaj ta. Edhe më kthy nga Allahu xhaleshanuhu, o Zot bre, inshallah më pranon nga unë këtë hizmet, këtë shërbim që ka bëj, rumi prindërit e mi, qëroj këta, largoja këtë smundje, kujdesu për ta, sikur sa ata jenë kujdes për mua apo ndaj meje, kur kam qenë une i vogël. Ja Allah po thot vazhdo në ajetet në fund, Allah fort mirë i din zemrat e juja, se çka keni në zemër dhe se si po punoni, po për ata cilët veprojnë mirë dhe kthehen te Allahu xhaleshanuhu, Allah s'ka mja humb atyre, në më thënë mundin. Këto ishin ajeti numër 23, po, dhe numër 24 dhe numër 25 në surët e Isra, që ka të bëj me besimin e Allahu xhaleshanuhu dhe me mirësinë ndaj prindërve. Tani une, apo ti, ndalu të kja jetë. Nëse i ki prindërit të shtëpia, apo njënin prej tyre, si ka thënë Kurani, me njëherë ti tash kontrollohe veten, korrigjohe veten, a je ngrit në këtë nivel të Kuranit, apo jo. Pa jeti në ato kushte apo në ato shkallë të lartë të shërbimit, i mëshirshëm, i butë, i kujdesshëm, i sinqert ndaj prindërve, apo nuk je. Në këtë mënyrë tani ti këtu fillo me korrigju veten si laborator. Ku bre? Unë nuk jam tash, në Zot, unë të tregoj tash rastet çka mundet me qenë, po dikush tash thot, kuku për mua, unë shumë ju bërtas prindërve, unë shumë keq sillem ndaj tyre, po një herë mëngjes, ajo thon një mirë mëngjesi, po edhe mo kur ti shoh mas dite apo në mbrëmje, tjetri thot, po që aty diçka minimum të shtëpia qonë ata vetë edhe përgatitin ushqimin, nona është lodhë shumë, baba në shtrat, tjetri thot, as nuk interesohen fare heq, kur e kanë kohën e ilaçeve, barnave i pije, a i pinë rregullisht, apo nuk i pinë rregullisht, a kanë nevojë me që vizit kontroll të mjeku apo jo. Jenë këto raste, prindë të tjerë jenë paralizuar, nuk mundën me lëviz, kanë nevoja të më thonë për shërbime dhe të personale, për pastrime, për higienë, a jam unë aty pare apo jo. Korrigjohe veten. Nëse e sheh veten që je involvuar, je do thot me nonën e me babën, prej ate i në gjë, çka duhet, që nga pastrimi, nga ushqimi, nga medikamentet, nga kujdesja, nga dhoma, nga
tia, nga krevati ku jenë të shtrirë ata, do thot, nga do thot ambienti është i nxehtë apo i ftohtë tani të rënë dimën, këqyri këta kushtet. Nëse jenë krejt rregull, thuj o zot bre, pranoj nga unë këtë mund, inshallah e kam sinqert për hatër pandin, inshallah fëmijët e mi, të është ndaj meje. Nëse jo, nëse nuk je, unë të qortoj, dhe ta tërheqi vretjen ty edhe vetes. Po, çu dhe bën tobe dhe istighfar, ktheu te Allahu xhaleshanu dhe filla për një herë me aksion dhe mirësi ndaj prindërve. Andaj, kur e kam pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, cila punë është më e dashur te Allahu xhaleshanu, ja Rasulullah, ka thonë namazin kohën e tij. Pastaj birrul walidain, pastaj el jihad fi sabilillah, mirësia ndaj prindërve. Edhe ka përmend Kurani këtu ve bil walidaini ihsana, dhe ndaj prindërve e ka përmend atë fjalin gjuhën arabe që është jo e shquar, nekira i thënë. Llojet e mirësinave të ndryshme që nekira yashmal al umum. Nuk është domethënë el ihsan, një mirësi jo, wa bil walidaini ihsanan, domethënë bëni mirë, dhe këto mirat ju i dini çka janë mirë për prindërit. Aty futet ushqimi, aty futet kujdesja, aty futet domethënë krejt për krejt që kanë nevojë një njeri i gjallë, një njeri normal. Edhe këtu tani ti i fillon një luftë shpirtërore dhe ti çike me veten tënde dhe me jetën aktuale. A je djalë halal? A je vajzë halal? A je një nanë e cila do të thotë edhe pse ka fëmijë, obligime tjera, dhe përsëri ka prindët e saj, nanën apo babën, apo çon në vend këtë fjalë Allahu xhaleshanu. Ndana lezet këtë jetë, wa qada rabbuka alla ta'budu, ka urdhëruar Zoti yt që mos t'i besojmë veç atij. Kështu që Zoti na e musliman, kështu që Zoti namazin e falim, po pak nuk përi namazit gati valla. Te vënoj fjalë e Zotit, po thot mos mi besu askujt tjetër. A on pastër zemra ime, është e pastër nga besime tjera, nga dyshime tjera. Nala edhe një herë lexoj ajetin, edhe një herë, jem të meditu dhe me thonë rreth këtij ajetit, e të dëmbar me ani l-Quran, kuptime që ka mundën me rjedhën nga ky ajet, e përsëriti edhe një herë. Prindërit, që është një problem aktual, shoqëritë tona, si në botën arabe, krejt në botën, përëndim, po, si të na, këto është një negligjencë madhe e rinisë tonë, muslimanëve, ndaj këtij parimi koranor apo urdhri koranor. Runa zot kronika e zezë, tash më bëna me qelet e faqet e zeza, ç'a bëjnë të na, se si sillen fëmijët ndaj prindërve. Runa zot. Allah është për të vajtu, është për të merr. Është për të merr. Djali me zgat, do më thënë dorën edhe mos sjell me qenë me thënë agresiv dhe i prindërve, mi abuzua ata fizikisht, e mi sjell atyre, jo si ka ndodhur në prezant për me i myt ata. Çfarë fëmijë është ai? Apo me nëna jadin që i ka me deka. Në shoqëria jonë ka nevojë për këta parime koranore, për meditim, me qenë logoja e muslimanit e një shkollave tona, po e fëmijëve tonë që mirësia ndaj prindërve, sjellja e mirë ndaj prindërve. Se kur sillemi mirë ndaj prindërve, sillemi edhe shoqëri dhe rrugë mirë. Sillemi edhe me mësuesin, me arsimtarin mirë. Po sillemi edhe me shtetin mirë. Po, thënë edukatat Allahu xhaleshanu. Naam. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an gjithmonë udhëzon njerëzin nga ajo çka është më e mirë, çka është më shëndosh, më përsosur, më e bukur. Çfarë besimtar jeti, çfarë muslimani jeti kur e kilo babën e nonën e kilo anash mas shpine. Gruaja, fëmijë.
Pa ajo gru duhet me kuptu se ti je produkt, fabrike ki qatë nonën dhe qatë babë. E hatri ytë nëse ajo don ty për nimet duhet edhe prindërit e tu pak mi dasht edhe me bë sabër dhe me i durua dhe mos sjell mirë edhe ajo. Edhe pse me fe bërsh tash minja aty detale s'pëhim. S'munja me bë farz, nuk ka obligim, po hatri i burrit preferohet se vapo është. Qysh kanë bë përpara gjeneratat tona të hershme, nana tona. Po, e kanë ngu vjerin, po, hatri i burrit, se kam mohabet me burrin. E sa çka po bëjmë na? Kultur. Po martohet djali, edhe me njerë mbanes me nusën. Me njerë shtëpi personale me nusën, po aknena edhe djali shitet nashta edhe musliman takua, shitet para tjerëve mjekrën e madhe, po kapushin e agjive, nashta edhe hoq, po a prindërit mas shpina atje. A kanë me hangër, a kanë me pi, a kanë barna, a s'kanë barna, a kanë dhomën e nxehtë apo jo, a kanë nevojë fizikisht mi ndihmu diçka atyre, mi pastru ata apo jo. Ma zama keq runa zot atin. E një shoqëri e cila jeton dhe është gjynaqare ndaj prindërve, nuk i kryen obligimet, vallahi s'ka bereqet në shoqëri. S'ka bereqet. Dhe dënimi i Zotit është shumë i rraptë këtë vjen. E një prej dënimeve të Zotit që është komentimin tim, thot dikush, andej këndej, qyre sa u vonu o bora të na, Kosovë, e në Evropë, qyre sa u vonu o shio, qyre toka dhe bereqetit, jenë shterë bunarat, jenë shterë lumejt, jenë shterë, dhe me thonë, burimet e jetës. Këta nuk ndodhin kështu. Ka diçka pak një defekt, Allahu xhaleshanu e edukon popullin rroft e tij. Unë kështu e komentoj këtë. Edhe besoj që jam i drejtë, sepse këta dënimet nuk vinë vetëm kur shtohen gjinohat, haramet ndaj prindërve, i thonë arabisht uquq el walidain, abuzimi, me thonë apo agresiviteti ndaj prindërve, mos respekti i prindërve. Qoj i shpit legjve, po në futin e për makina, lej pa buk, lej pa interesim, regull gruja s'pëdon, ti vetë, ti shkorit e babat e nona, ti freqet ju të kom të babës e nonës, ti fut e babën edhe nonën banja, ti pasroj ata. Po, dhe qada rabbuke, ajeti po thot jem të meditu ajetin dhe Zoti yt ka urdhru tyje. Ti mi besu Zotit, namazin me fal, po dhe të prindërit mos sjell mirë. E knen ati namazin, po e prindërit hiq, ka në kontradikta, nuk ja sheh hajrin, ti nuk knaqesh, kur nuk knaqesh. Kur nuk knaqesh. E bre që ka e nanë për ty bre. Hajo babë. Ti shka pyti nonën tënde, apo gruan tënde kohën e lindjes, e shtatzanis, e krizës ekonomike, financiare, çfarë kushte kanë jetu ata përpara bre. Edhe ka 7-8 fëmijë kanë bo. Po, edhe si ndërzua. E sot, me nzi, nëse eme, apo shoqja ime, me nzi 1-2 dhe ato me 100.000 plane, 100.000 agenda, me 100.000 harta, po, sa janë hargjimet, kur me bo, kur me janis, kur mos me janis, po, kur, frika, ja ka shti shejtani, frika në zemër, bre, ja ka shti, se i në largupja Allahu xhaleshanu. Ajetet tjera surat al-Isra, po, meditimit, po Allah po thot, Allah u aqon juve rizkun, u aqon juve furnizimin, u aqon juve bereqetin, po, edhe mos i mytni fëmijët e juaj nga fukarallëku, nga varfria. Mos i mytni, se na i furnizojmë ata edhe juve. Na u aqojmë atyre rizkun. Së është biznesi ju ti pun, obligimi ju ti? Po, ti punon, e lyp halalin, obligimet tua familjare i kryen, mirë po ti je musliman. Ti nuk e ki kryt e Gjermanit e Italianit, e kryt e Amerikanit, që çdo gjë me vizore e ka, çdo gjë me gram, e Japonezit, një fëmijë, gjysmë fëmijë, apo 2 fëmijë, ma tepër jo, se po skam. Ti si besimtar, unë gjatë meditimit,
Allahu kur po thot wa qada rabbuka, ka urdhëruar Zoti yt, askujt mos me beso vetëm atij, po ti kur beson te Allahu xhaleshanu, atëherë rizki, furnizimi me ushqim për mua, për fëmijët e mi, po duhet më konë në zemër, ngulitur në zemërën time, sikur se e gjeli, dietar thënë. Nuk bon me dyshu të rizku që s'ta qënë Zoti rizkun, s'ta qënë furnizimin në fakën. A ki dyshim që ki me vdek si e gjeli s'ka me tarë? Jo, s'kam. Që është o njëjtë edhe puna e rizkut? Nuk bon me dyshu sikur se e gjeli. Qysh beson të e gjeli që ki me vdek pa tjetër, edhe rizku ka me tarë pa tjetër. Po vetëm levreti pak, vetëm qarkullo pak. Ky është ajeti Suratul Isra që thash, që u ndalëm pak na, se si na mu me shërua me këtë ajet, dhe se si me praktikun jetën tonë, na personalisht, fëmijët tanë, shokët tanë, shoqëritë tona, shkollat tona, mirësia ndaj prindërve, buzëqeshja, po lehtësimi i jetës së tyre, lehtësimi i jetës së pleqve, me, do të thotë, mu mundu të i maksimum shërbimet sa ata janë tashme një fazë tjetër. Po fazë tjetër, jenë lodhë, jenë tratkapitun, e kam kryer misionin e tyre humanitar, njerëzor, familjar, kam punu 60 vite, 70 vite, po tani jenë të prit thirrjen e Allahu xhaleshanu vdekjen, e bëli pak na ta kem nderin, pi bo mirë atynve. Allahu xhaleshanu na udhëzoft, Allahu na ndihmoft, na e fal gabimet. Kjo ishte sonte një praktika, po një teknik, ka kushte para praktikë që i përmendëm, se si na ta praktikojmë Koranin në jetën. Edhe në këtë mënyrë, kur na marrim dim Koran, kështu, atëherë pritet bereqetin dhe pritet reformat dhe pritet ndryshimi i shoqërisë. Përndryshe, nuk ka ndihmë Zoti xhaleshanu, kur ti i rrin larg urdhrave të Allahut. Rast nga historia islame, ka ardhe sahabiu, ka ardhe shoku, e ka bajt nënën e tij rreth qabës, 7 herë u sjell, edhe i ka thaj kom dal hakut, po nuk i dali shakut nënës, jo vetëm 7 herë mu sjell në qabë në shpinë, apo në çdo kohë. Pri pale çka me bo, nuk mundesh mi dal hakut nënës braz babës. Po baba është agresiv, baba ka gabime, baba mbërtet, baba çështu. Rregull, ne kuptojmë që ka as Allah i prindërve që dashta kanë gabuar, mirë po fund i ki prindër ata i ki. Ti e djalë, e vlat. Çka e të bo për bebet tënde? Çka e të bo për fëmijën tënd? Ha? Edhe ata që shtu kanë bë për ty e bële ma tepër. E besoj që ky rasti sonte që e përmenda, një shembull rreth meditimit, se si na të meditojmë rreth një ajetit, kur na që shtu mishërohemi, kur na emocionohemi, kur na që shtu i marrim fjalët e Kuranit, keni me pas se çka ka më bë jeta jo. Inshallah, këto janë disa hyrje ligjërata hyrë se çka thash, për emisionin e ardhshëm, inshallah që do t'ja nisim javën e ardhshme me titull Reflektime kuranore në jetën tonë. E do të zgjedhim këto reflektimet kuranore në jetën tonë, domethënë fusha ana shpirtërore, ajetet që flasin për shpirtin, se si duhet, domethënë me punu me këtë ajet për me eduku shpirtin, pastaj reflektime morale, se si me rregullohet aspektin moral, reflektime kuranore sociale, po reflektime kuranore domethënë ligjore e tjera, inshallah me shëndosh rahat, dhe në këtë aspekt mundohemi mi dhënë domethënë udhëzime dhe komente dhe rrugë të shëndosha profesionale, ashtu si na kanë mësuar dietar të komentimit të Kuranit, me punu me Kuran. Ju faleminderit për ndajim dhe respekt dhe alhamdulillahi rabbil alamin. Faleminderit shumë i dashur doktor, sinqerisht na ke emocionu me këtë emision të sonte. Tash se di as vetë ç'është ka të vazhdu me drejtu emisionin, por besoj që edhe dëgjuesit do na mirë kuptojnë, sepse të flasësh për prindin është më e pakta që e bëm sonte, është shumë më shumë që duhet me bë. Prandaj faleminderit shumë. Do të nisim me leximin e pyetjeve edhe komenteve të dëgjuesve. Shumë prej dëgjuesve na kanë përshëndetje dhe na kanë dëshiruar
emision të mbar edhe po na falenderojnë me shumë komplimente dhe me shumë lavdata, për të cilët sigurisht mbeten të falenderuar dhe nga ana jonë. Një prej dëgjuesve është Bashkim Gjinovci, na shkruan selamu aleikum, e përshëndes doktor Hafez Zahreddin Hoxhën, dashur ta pyes një pyetje, personi thotë që vdes në shtëpinë, ai vjen shpirti në shtëpi prapë, si thotë, kthehet shpirti tek familja e tij. Edhe njerë në lezoma pyetjen, ta kuptoj që... Po, është, me thënë drejtën, është goxha e pak qartë, po ne u tentuam që ta qartësojmë pak me shpëtimin. Do thotë është çështja e personit që vdes, edhe thonë që i kthehet shpirti përsëri. Ai kthehet shpirti, domethënë, përsëri tek familja e tij. Tash kur vdes shpirti, shkon te Allahu xhaleshanuhu, shpirti jetë trupi. Qatë më maskot ashti më ndhej personin tokë, po, në mbëlej me dhej, mërë, i kthej shpirti, i kthejnë dokumentuar me fjalët Hazreti Muhamedit alayhis. Ati i kthej shpirti dhe pastaj edhe mirën pyetjet për një herë, ato pyetje që i dini ju të gjithë, kush është Zoti yt, kush është pejgamberi yt, kush është libri yt. Domethënë, s'ka punë familjen më. I kthehet aty në personalisht aty në varr. Kthehet. E pyetëm këto tre pyetje, që do të më marrë në vëndi, men rabbuk, men nebiju, po, men ma kitab, edhe çka është libri yt, çka është pejgamberi yt dhe Zoti. Se që i qartë. Shpresojmë të kemi qenë të qartë. Nikosisht do t'i lusja dëgjuesve me që kemi, do thot, kohë gjatë ligjëratës, t'i shkruajmë pyetjet me ngadalë, edhe të jenë sa më të qarta për të lexuar nga ana jonë, edhe nikosisht edhe për t'i dhënë përgjigjen sa më të saktë të mundshme. Një pyetje radhës që desha ta lexoj nga një prej dëgjuesve tjetër, është Fatoni nga Prishtina, thotë ju përshëndes juve në studio dhe Hoxhën e nderuar, desha ta pyes thotë Hoxhën, a mund t'i preferojmë dikujt që nuk është musliman që ta lexoj Kur'anin në gjuhën shqipe, edhe pse ai ndoshta mund të mos jetë besimtar ose mund të jetë musliman por mos ta ketë praktikimin e Islamit? Bon, nuk ka problem. Nuk ka problem. Qëllimi jonë është, domethënë, sidomos përkthimi shqip, nuk konsiderohet Kur'an. Kur'an çka është, që nuk kanë me prej pa vdes, pa pastërti, që ki Kur'an arabisht origjinal. Domethënë, me tekst arabisht. A përkthime dhe sa vetëm përkthim, që kemi disa përkthime, domethënë bosnjakisht apo shqip, po konsiderohet si përkthim, jo tekst koranor, preferohet. A më konë edhe teksti arabisht, edhe shqip, që këto o problem pak, sepse ata janë pa pastër, që aso është musliman, dhe me thonë, nuk janë pastër, mund më konë, dhe me thonë, ka nevojë për më pastrim komplet, këto është ajo frika. A më konë me gjithë, Koran që është vetëm shqip, apo anglisht, apo bosnjakisht, turqisht, vetëm teksti, s'ka vale, në të lexon, po, edhe ndoshta bëhet hidajet, udhëzohet, nuk ka problem. Ja, pyetje tjetër, thotë, mirëmbrëma, përshëndetje për juve, faleminderit për emisionin që po realizoni, jam të i përsjell, thotë, emisionet edhe të kaluarat i kam përsjell një natë, thotë, kur kisha më shumë kohë, i kam dëgjuar në YouTube të gjitha, edhe sinqerisht po trajtoni çështje me rëndësi për popullin ton. Por deshta të lidhem në temën që sonte po diskutoni me Hoxhën edhe doktorin që e keni në studio, ta pyes se cilat mund të jenë gabimet më të shumta që një hafez mund t'i bëj, ndoshta edhe pa vetdije, ndoshta edhe pa qëllim.
që në të cilat do thotë duhet të ruhet, sepse mund t'i bëjë ndoshta edhe pa vedi edhe pa qëllim. Një hafëz, fjala është një hafëz apo. Po, domethënë kështu e ka shkruar një hafez. Shërbe tash gabimet edhe hafëzlart janë njerëz, rëndont. Pejgamberi alayhis salam ka qenë edhe ai njeri, domethënë njeri, po pejgamber, ka shpallja. Edhe na jemi njerëz. Gjitha llojet e gabimeve mund mi bë. Po, domethënë si njëri njerë. Mundet mi bë. Po, pse mi bë edhe ai ka hije tani që një hafuzit i cili e ka mësu fjalën Allahu xhaleshanu përmend, do të edhe kupton atë, se si tani ai mu zhyt ato gabime, dhe se si tani ai mundet domethënë me qenë shembull konkret dhe shembull i mirë për tjetër kant. Çdo është e kontradikta tani që lind logjik edhe në zemër. Po përputhet teoria, programimi mbrëmshëm i muslimanit, je programuar me fjalët e Allahu xhaleshanu, mirë po me komanda të qarta, mirë po tani këto komanda nuk po të shërbejnë ty, domethënë, sikur si kompjuteri e ka të keyboardin e vet, janë këtë programuar, mirë po lyp tani ti diçka me keq përdor këtë programim. Kjo hiç nuk pinuja, pranohet asesi, hiç mundën me pas kumen. Mund është i medal, po normalisht para masës, para publikut. Po, qartë, është vështirë me pas efekt dhe ndikim. Rast në parë, kërkohet nga një mësues, mësimtar, nga një akademik, nga një profesor, nga një doktor, nga një mjek, ai të jetë shembull, ai të jetë mostër, shembull ai të jetë. Mos e pini duhanin, se unë vetë nuk e pi duhanin. Largoheni nga duhani se çeta damet i ka. Vini alkoolin, se unë vetë nuk e përdor as. Mos e pini birën, mos rreni, se vetë nuk e përdori gënjeshtën në rrene. Po, silluni mirë ndaj prindërve, vetë në sillë mirë ndaj prindërve, mundon dhe maksimum. E korona, si hafiz i Kuranit, si hoxh, si dietar, si njeri i thjesht, banor, normal njeri. Unë vetë nuk sillem mirë. Pastaj kërkoj nga dikush tjetër, është shumë vështirë dhe thotë, për me punu këtë fjalë. Bile Allah dhe shumë në Kur'an ka shërtu, prej shtert, ehlel kitab dhe thartë e librit, po disa prishtërin ka qenë atë koherët, kanë urdhru njerëzit, hajde besoni në misionin e Muhamedit alayhis salam. Po, sa është mirë në rregull, Allah ka thënë, lima të kulona mala. Për çka? Më thonë, ajetët, që kanë zbrit për ajetët, të më thonë përmendet, shka për një brindje, po, që se është mirë, atë besotim në spari. Sa rrugë të drejtë, që të s'po besot. E hafuzit, nuk i ka hije të që kanë të po dhe të ki, ka e s'po pinë duhan. Po, koja pita cigara, duhan, mera Kur'an po kënon, kjo nuk përputët, nuk i ka hije, nuk preferohet. Po, qa është del rrugëve, tonë rrugëve, Patluzi nuk e nalë shikimin e ti nga haram, nuk e nalë shikimin e ti nga haram. Nuk e nalë shikimin e ti dhe me thonë, edhe vetën e ti dhe me thonë nga vendet, po e tu nuk kanë larkë pak. Po, do me thonë, ti duhesh më këni dëlluar pak. Ju nga me një madhësia, ka dalu Allahu xhaleshanu, po duhesh më dalu edhe vetë. Duhesh më dalu pak nga veshja, me pas një veshje pak, si ka hije hafuzit, apo profesorit, apo doktorit. Me pas një ecje që i ka hije. Po me pas një haje që i ka hije, do me thonë, edhe kur të hanë, edhe kur të pinë, edhe kur të fletë. Po, se ti e shembull. Merë me men kuptoni, imagjinoni dietarët në shkencën e hadithit,
i kanë bërë disa kushte ata që transmetojnë hadithet, fjalët e pejgamberit, që po transmeton fjalët e njerëzit më të mirë. E tash ata transmetues, on shkencën e hadithit, ku këtë lëndë kemi dhënë në universitet, ilmu mustalah al-hadith, po është terminologjia e hadithit, është në aty një mesele, ata kushtet e transmetuesit të drejta për të pranueshëm. Nëse një transmetues, një rawi, e kanë bërë rrugës të hongër buk, se kanë pranuar hadithin e tij. Ja, kjo është qillet adab, kjo është, domethënë, nuk ka terbije e mirë, nuk ka edukatë e mirë, i përfolur për pejgamberin alayhis salam edhe i këmbur bukën rrugës e sandviçin hongër. Po, peshja nëse s'ka qenë, ç'është duhet, i largu. Nëse ka rajt një herë nëse ka një se kanë pranuar nga i hadithet. Sot, mjerisht, më falni edhe se pyetje me vend edhe hoxhallarët, shokët e mi, studentët e mi, për edhe muslimanë përgjithësi, pak kanë shumë, domethënë, kriteri tyre kara. Si kara, po del për xhamisë, më nuk ka kapuç. Fjala po vjen, nuk ka gjybe më. Rregullën, sa është ai farz me bajt, po. Del për xhamisë, cigarën në gojë për një herë. Del për xhamisë, ambultorën më të mirë, restoranin më të mirë. Po le që shkon në restoran më të mirë, ki halal ti me hangër të mirat e Zotit me djersën tënde. Po çka është ala më e keqja? Kjo nuk preferohet, nuk pranohet fare. Rak edhe foto, edhe në Facebook, apo në internet. Me një dark, me një diçka. Apetini bre që dikush nuk ka çka me hangër, bre, çka me fibre. Apetini që dikush me thonë, nuk e ka as një të qintën e asaj ti që ki hangër aty sonte. E kjo është krejt kundërshtim atë etiketën e moralin e një dietarit e një hoxhe, një hadithi e linë muslimani. Mjafton me evidentua se ishim një zjarat apo diçka. Dhe mu për këtë i këmë thë shokëve të mi, dhe studentave dashamirëve, ju lutëm, po gaboni, ne po postoni dhe në foto diçka, po qëllojmë dikun për të mirë, një kafshorë buk, apo me pi diçka. Shumë mërzije kam edhe orej, tepër edhe, kur si apo i halal dikun. Kam frikë në zemër, kam në një turp, që shme dalën ati me hangër tavolinë e plët, e dikush me pa, të ndështë edhe nuk ka. Nuk kemë të edukatat të mira, në hoxhet, në afus. Jo mbërsinat më të mira, jo tortën më të madhe, nuk po du me një të tajtëve, nëse që është e kuptushme, mesazhin e kuptuar. Që të janë të pikët shkullë, edukata, unë e kam një punim në website-in tim, mirë është edhe moderatorët e ne, vjen dhe libra PDF gratis, që unë shqipet për këthyme edhe arabisht. Po, edukata mësuesit dhe nxënësit është për këthym nga arabisht, që më të i ku mësu studentave Gjakovës, vitet 95, i ku më dhënë këta ligjeratat serike, sistematike për 2 vjetë, po, është një doracak për kërkuesit e editorisë, shumë mirë është. Që më përfitua, është gratis PDF. Atë më futën lirisht në website-in tim personal drahafzi.net, aty e keni ato të thot publikimet gjuhën shqipe. Ju falenderoj për këtë. Po. Doktor, në këtë momente kemi një telefonat në linjë. Përshëndesim, selamu alaikum, mirë se erdhët. Wa alaikum selam rahmetullah, barakatuh. Ju faleminderit, ju përgëzoj për këtë emision e kaq të mira, edhe për hoxhën e nderuar për këtë emision e kaq të bukura, që i sjell mirësinë tonë, i ndjekim me dëshirë dhe pasion gjitha këto emisione. Kisha dashur me thonë me një 2 pyetje me formulu, domethënë në lidhje me temën që ishte rreth meditimit për Kur'anin, apo jo? Po. Pyetja e parë që kisha thënë edhe kështu e kisha shtruar si pyetje, që më na elaboru pak hoxha më mirë. Sa i kushtohet rëndësi, domethënë, po flas në përgjithësi në trojet shqiptare, sa hoxha është edhe ndoshta informuar më mirë,
aspektit të mjeshtrisë së këndimit Kuranit, ku përmes mjeshtrisë së këndimit Kuranit dhe interpretimit Kuranit, njerëzit ta kenë më të dashtun e Kuranin, kur du të them këtë aspekt, për shembull, se dhe hoxhën e kena hafuz nderuar. Për shembull, ajo metrika e ajo bukuria, se ajo mahnia që notat e Kuranit përcjellin pra tek njerëzit dhe tek zemrat e njerëzve që me ndiku, domethënë që ata me meditu rreth Kuranit, përveç ligjerimeve, që edhe për ato do të bëjnë një pyetje. Pra sa i kushtohet rëndësi pra që kuadrët që nxjerrën medreset, fakultetet në përgjithësi po flas, sa i kushtohet rëndësi asaj aspektit të përveç të kryerjes hifzit ose hafuzllakut, asaj bukurisë së melodicitetit kur dihet se janë disa studiues mëdhej si për shembull Anthony Robbins ose që quhen ndryshe në English healers, përmes zërit të tyre kaq të bukur kanë arrit shumë njerëz me i pështu për vetvrasjes, shumë njerëz me i pështu prej problemeve ndryshme sociale duke folur me të folur të qartë dhe të bukur përmes fjalimeve të tyre psikologjike. Mirë po ne përmes këndimit dhe mjeshtrisë së interpretimit që quhet pedagogji ndryshe, ata pedagogë të mëdhej si kryejnë edhe pedagogjin për shembull, përmes edhe këndimit me arrit mi shëru shpirtrat e njerëzve përmes këndimit Kuranit. Domethënë sa ndikon pra kur dihet se ka shumë ajete, shumë hadithe dhe dihet se domethënë flasin për bukurinë edhe për artin. Edhe për shembull mund duket se në trojet tona nuk e kem arrit atë kostumin ose atë shijen e me kuptu çfarë rëndësie ka Kurani kur lexohet edhe kur këndohet me ato bukurit, me ato këndimet e veta, kur dihet se një filan për shembull X këngëtar ose një X psikolog kur reciton një fjalim të bukur, ne ton mallëngje me shkojmë masina. Kurse kur këndon një hafuz i Kuranit ose një diçka, domethënë kur është ke kënon, ajo është t'u kënu një fjalë që është fjala e Zotit. E fjala e Zotit para fjalës njërit është diçka shumë shumë grandioze. Ne kemi mësuar se unë jam edhe historian me profesion, ne kemi mësuar që quadriviumi janë shkollat e mëdha botërore që ndan trivium dhe quadrivium, që janë terma latin këta që i mësojmë nëpër shkolla, nëpër universitetet botërore. Trivium hin ata që studiojnë gramatikën, retorikën dhe logjikën. Kurse në quadrivium hin ata të cilët e studiojnë astronominë, fizikën, artin dhe të bukurën. Dhe ne dimë se bukuria e leximit të Kuranit ka ndodhur që shumë njerëz me gjeta, për shembull ka raste që u thirrë zonin një filan vend dhe nga bukuria e thirrjes së zonit kanë rrjedh lot të njeriu edhe ka pranuar edhe Islamin, por edhe ka himu interesu më shumë rreth Islamit. Edhe dasha ti them, domethënë të pyes hoxhën se sa ka rëndësi kjo bukuria dhe metrika dhe melodia e këndimit Kuranit. Përveç kësaj, normal edhe interpretimi aty s'diskutohet fare. Mirë po, e para, e dyta është tek aspekti i pedagogjisë, domethënë, hoxhallarët sot i kushtojnë rëndësi leximit të librave ndihmës që ata të jenë hoxhallar intelektual dhe të pasqyrojnë para popullit, para masës, para njerëzve, domethënë veprat e tyre, punimet e tyre shkencore dhe përmes atyre punimeve të ja u bëjnë jetën më të lehtë njerëzve. Domethënë me punimet e tyre shkencore, me studimet, me seminaret, me punën e tyre, me shkrimet e tyre, domethënë. Për shembull rastin konkret, si shembull e kemi ndjerin që ndroi jetë Murat Hoffman, si shembull model, pse ne nuk e marrim për shembull model një njeri i shkrimit, i dijes, një akademik gjerman. Këto dy pyetje do të thotë kisha thonë dhe hoxha mundet me na elaboru më mirë. Po. Të falenderoj nderuar Arber për inkuadrim edhe për kontributin tuaj me pyetje. Po doktor. Një pikë të shkurtër, që shumë me rëndësi, shumë është pyetje me vend. Mu për këtë pesare i Kuranit apo si me thonë perlat kuranore
Gjawahirul Kur'an, shumëta, shumë të llojshme, që na tonë jetën me harxhua për me kuptua, me meditua dhe me përfitu nga Kur'ani, përsëri nuk mundemi domethënë më përfitua sa shumë ka aty. Një prej atyre perlave, prej gjavahireve të Kur'anit, prej domethënë thesareve të Kur'anit, është edhe ai aspekt pyetjen që vllau na drejtoi, do thotë leximi i Kur'anit me zë të bukur, me zë melodik. Dhe na jemi të informuar që sot disa vende në përbot, disa shtete arabe dhe islame, janë përgatit sa klinika për më shërua popullë vetëm në Kur'an, me seanca të ndryshme. Caktohen apo zgjedhen recitues profesional, kyçër zotit kemi mjaft nga bota arabe dhe jo arabe, dhe në seanca të ndryshme do të thotë ata patjetër duhet disa herë në ditë me ndëgju nga gjysmore, 1 orë, 20 minuta do të thotë sura dhe kapitine të ndryshme nga lexues të ndryshëm. Se leximi i Kur'anit vet, o idha quri'a al-Qur'anu, kur lexohet Kur'ani, fastami'u lahu, dëgjoni, bëjeni lishin, dhe t'jeni kujdesshëm, ansitu la'allakum turhamun, që ju nëse dëshironi mu mëshirua, u qetësua. Dhe nuk ka gjë që e qetëson njeriu më mirë se sa fjala e Allahu xhaleshanu. Dikush prej ekspertëve ne kemi u lumtu dhe kemi lexu, po preferon muzikë të lehtë me ndëgju. Muzika të lehta, për qetësim psiqik, shpirtëror. Apo shkon në gjumë, po dëgjoj këtë muzikë. Kanë mendime normal, me profesione ndryshëm, jo besimtar, njerëz besimtar, nuk e ka kuptuar atë shëftësi dhe atë bereqet të madh të Kur'anit, sa mundet Kur'ani këtë aspekt me ndiku. E tëna, mjerisht, nuk është, domethënë, kjo dukuri apo ky përfitim i Kur'anit, që është domethënë që heton ndonjëherë, njerë malli me ndëgjum recituesit tjerë. Për shembull, e kam opozicionin apo recituesin e njoftën Abdul Basitin, Abdul Samedin, sheh. Ata kur ta ndëgjoj, apo Mahmud Khalil al-Husari, apo Mishawiun, apo tjerë, mund të qetësohet zemra. Unë shpirtërisht ngritem. Janë momente do thotë që shumë do thotë duhet patjetër unë më fut. A djem të ri, i thonë se po futën tripa atin. Dhe se bon, falni, po më hinat atmosferë, unë po thëmë e gjua, i thënë arabisht, atë ambient të Kur'an, edhe kënaq, edhe përfitoj vetë, edhe qetëson vetë. Së normal edhe na njerëz jemi, kemi branga, kemi gale, kemi telashe, po, me Kur'an rregullohen. A unë fras edhe apeloj, të me thonë, masa, të rinia, edhe në internet i kemi në bukur disa regjistrime të dokumentuara, do me thonë, jenë bëha të regjistrime në Londër, apo inqizime në Londër, në Amerikë, do me thonë, jem të rinë rrugë, shadrovan, në qarshi, kanë dalë, edhe e ka afru njerëzve, kalim të vetëm test. Qa ka mërmendja? Edhe pa kuptu hiq, edhe pa marrë vesh hiq arabishtën, kanë fillu ata më emocionu, dhe me udhriv, dhe me thonë, dhe me pëlqyje, se i me rje dhe na, dhe me thonë, qka përbohë. Bili, më pas dhe një disa djem 3, apo vajzë 3, ku qua dhe në Kosovë me bo këtes, apo në Shqipëri, apo në troje tona, atëm, sa për kuriozitet, edhe pëse se marrin vesh arabisht, keni me pa një 10-15 vetave, vetëm një adhon, me mirësi do me thonë, me një përshëndetje, me një buzëqeshje, se si kanë me reagu. Bili, qaq kanë diku recitimi Kur'anit, si pas i qëzimeve të fundit, je kanë afru anglezve, po lexim, gjuhës arabisht vjersh, gjuhën arabe, po me melodi të lexuar e vjersha, pak kanë ujdis, edhe Kur'an arabisht. Dhe t'ja bëjt ashtë which one is more beautiful, anglisht. Si dhe është ma i bukur, ma impressive, more impressive. No, the second one. I dyta, aty diçka pak, me njerë duke komentuar ta, aty diçka tonet,
melodia, përjetimi, shpirti, wallahi billahi kanë realitete janë. Pse? Fjala Allahu xhalla shanu. Ta fjalë kur I kanë mushrik pagan të Mekës, ata janë hallakat, janë friguar, se s'janë fjalë normale ata janë. Kur si kanë nga autor, nga vjerështartë që kanë shkruar poezi dhe proza në atë kohë, kur si kanë për që të arsye kanë luftuar pejgamberin alayhis salam se ku thot ky ka me shliru Arabien, ky ka me na marr pushtetin ton nga friga. E kanë kuptuar rëndësinë e Kuranit dhe janë friguar shumë. E na kemi nevojë shumë të përfituar. Fëmijët e vegjël, jo pjalë çaj, në histori apo pjalë çaj, në kartun apo në internet sot YouTube, pjalë çaj me thon incizimet e disa me thon filmave që po bën nga Rusia, nga ana mbar në bota, do thotë po Gebjen, Alex, Diana, Kutadione, po pse për me shtit mi gjumë apo mi hutua. Ndërsa nga Kurani, ku janë ta testet, ku janë klinikat tona, ku janë psikologët tanë, ku janë ata që mirën me psikologjitë e fëmijëve për me e përfitua nga ky thesar. Do me thonë, unë apeloj dhe pajtohem plotësisht me pyetjen, dhe është një mungesë nëpër medreset tona, edhe nëpër fakultetet tona, plus edhe për xhamia, xhallat nuk I rrohin këtë temë, rrallë. Që din për që të arsye kush I përcjell ligjëratat tona, neve na u shky goja për reforma, se nuk janë tu lëviz hiç bre. Pin 95, fillim janar 96, që e kum lë Prizrenin, çaj nivel I dersit hoxhallar me Prizren, që 24 vite jashtë, po në Arabin universitetet, hiç s'ka ndryshuar bre. Hiç bre nuk ka ndryshuar bre. Edhe që është tonë Kosovë, në kur që është të vazhdojnë ata, pak të reforma. E duhet me bo pajtohen plotësisht, dhe moshtera hapur, e motim I tjator, vetë pyetësi, e kur tjetër, kemi me pas ish para, me ka me pas, në të abeti, po të rrugë do të gjeleshonu. Kjo është pyetja e dytë për sënësitimi Koranit, ku këndohet me rregulla. Na I thojmë shkencën e tejvidit. Tejvidi çka do të thonë, janë rregulla do të thonë se dhe Korani ka ata notat e saj dhe me notat e tija, kur do të mos gjatë zani, kur do të mos shkurtua, kur do të më thonë mund dal, mos shkrona me dy fishua, janë shkencë speciale ajo, dhe nuk është po tani më spjegua, por ne duhet me tejvid e me profesionalitet, dhe me profesionalizëm, ai Korani dhe porton edhe në zemër. Edhe duhet edhe ata që mirën në psikologjinë njerëzore, po që kanë probleme psiqike, po që I përmendi pyetësi më herët, me rastin e ndëgjimit Koranit apo të ezanit, ata kanë letuar. Po, se është pajtohet me fitra, me natyrën e njeriut. Pajtohet me natyrën e njeriut, është adhin, kelamullah adhin. Lau anzalna hadha al-Quran ala jabal, me pas zbrit ky Kur'an për mi mal, për mi shkëmbi, I shqa ai shkambi, nga I guri, nga mallnia Allahu xhaleshana nga dikimi I Kur'anit. E disa zemra janë forta sa që nuk vinë hiç. Ka edhe zemra të buta që zbuten. Bilim Kur'an përmenden innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, besimtarët vërtetin ata cilët kur përmendet Allahu xhaleshanu, wajilat qulubuhum, dridhet zemra në gjoksat e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu, ku atyre u lexon ajetet e Kur'anit, po zadethum imana, ju shtohet besimi. Allahu akbar, besimi. Na duhet këtë mënyrë dinamike, këtë meditim, këtë praktik që unë pëthras, që po mundohemi me thy këtë akull, që është mbyll trojet tona, vendet tona, me thonë Kurani nuk është I zbërthyer, nuk është, do me thonë, I kuptuar mirë, janë vetëm ata anët formale, shkrimeve, botimeve, mirë, por nuk kanë këtë qëllimi esenca Kuranore, kryesore. Esenca është me punu. Po, i'malu ale Daud e shukra, Allah I ka thënë në Kur'an, punoni o familja e Hazreti Daudit, mirë që Allah është razi. O qalilun min ibadi e shakur, se pak njerëz punojnë sipas fjalëve të Allahu xhaleshanu. Pak neve na duhet sot me zbërthy do thotë Kur'anin, në aspektin e komentimit, në aspektin e interpretimit, në aspektin e leximit. Ata hafëzlar që kanë zërat e bukur, po e bon koncerte.
më falni koncerte, tubime me bë speciale, në për stadiume të ndryshme, natën, mbrëmje kuranore. Jo vetëm Ramazan një herë vetë me bëbre. Një herë vetë ka një herë ja kanë prezerën po bëjnë, po vinë. Po ma shpesh, trak, e do kuran. Po të në më knaq vetëm me zërin e bukur, recitim të bukur. Shifa. Po në nëzdilu min al-Qurani ma huwa shifa, Qurani o shifa, Allah ka thonë shërim o bre. Wa rahmetu lil mu'minin, edhe mëshirë për besimtarë. E na këtu, edhe Arab në sarani pak, i kushtë rëndësi. Futët në kërë, dam, tja fut. Një MP3 aty një muzikë angleze apo amerikanë, bum, 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 treqë ja marrë dvesh. Adin, hyq, shumë pak e lëshojnë Koranin, më ngjas herët. Është edhe fëmijët e mi. Po, nuk, i ka fshin kjo dynja për para, i ka fshin, dhe me thonë, ki globalizëm për para ata, edhe nuk di me përfitu nga Kurani. Po, me voknena, nga në parkat e gjithë ditën ata djemë priva, po muzikë, shkajnë në gjemë aty hypen për mitraka gjimit, vend të sanë ti, që ka penges të me shtin disa, të ajete kuranore, po normal, ata nuk din, gjehë, adin nuk i dhënohemi na, se nuk din, duhet me si rastit santi, me pytë, si kurse këj pytësi, e tjerë, po edhe me bon, diçka të rejë, me bon të reforma, me dalë në rrugë, me bon teset të ndryshme, me shku të smutë ata shka s'plejnë natën, po, e zanin e mirë. A din për tjetin e, se monotonë o bo me ndëgjusit, se kam shumë me folë, në Maroko, në Irak, kohën historisë civilizimit islam, ka pas njerës që kam pas zërin e mirë, dhe kanë qenë spitalet, smurit, shtretërit, në Bagdad, vitin, do më thonë, vitin hijri, vitin tretë, hijri, do më thonë, vitet e para të kalendarit hijri, po, islamik do më thonë, para 1200 viteve, shekullin e tretë, shekullin e katërt, kanë pas spitalet, do thot, me 1000 shtretër, i ka pas pjesa, do më thonë, që thënë Shqipa e ndamjet. Reparti. Repartet, dhe më thënë, smutërve psikik. Ka ardhaj me zërin e mirë, ka hyp në minara atje në altë, po edhe ka kënduar. Ju ka lu, dhe më thënë, me lutje kështu, Allahu Gjeleshanu, ilahia, edhe i ka qëtu ata smutërit herë në mëngjes. Se s'pize gjumi nga smundja. Hej, historikisht, kjo është historinë islame. Kanë kënu në për minare. E sa të na, kënë me drejtë tona, kënë me shëllarë tonë, kënë fakultetet tona, të bëjnë do garat Kuranit. Nuk o mjaftë kjo, bra. Nuk o mjaftë, Kuranit më futi jetën tonë, integrimi që na pëthrasim. Mu më shrua Kuranit, meditua, me jetu me ta, me reflektim kuranore, jetën tonë zëtë në pasë. Pyetjen besoj e qartë në përgjigjen time, domethënë këtu Allahu na ndihmoft që na të përfitojmë sa më shumë me Kur'anin, me jetu me Kur'an, dhe më kënaq me Kur'an. Allahu na ndihmoft. Amin. Amin. Nuk e di Arbri a ka diçka të shtoj, do thotë ndonjë pyetje. Ju faleminderit shumë, ishte një përgjigje shumë me vend, edhe shpresoj që hoxha ligjërimet e ardhshme na mojnë edhe më shumë diskutime të tilla, se me të vërtet këto ligjërime do të më shpërnda sa më shumë edhe mu dëgju sa më shumë pej studiuesve, pej hoxhallarëve, pej njerëzve të studiueshëm. Kemë nevojë shumë për ligjërime të tilla. Ju faleminderit. Faleminderit shumë Arbër, shumë kënaqësi. Ishim me Magjistrat, e falenderojmë shumë për inkuadrimin e tij. Ndërkohë në Viber kemi tjetrën telefonat të cilën e përshëndesim me mirëseardhje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam, faleminderit, mirëseardhët zotëri Mezair. Përshëndetje, selam nga Rahoveci ty Avni dhe doktorin studio. Faleminderit, shumë kënaqësi që i pranishëm edhe ju sonte në program. Kisha dash një mendim të doktorit në lidhje me ilahit, sepse kemi shumë kundërshtime pikrisht nga disa hoxhallar, të cilët në përligjëratat e tyre po na bëjnë konfuz neve kur është ilahia në pyetje dhe thonë që
ajo që ka melodi nuk është dhikri, hajde themi i dëshirueshëm. Në lidhje me këtë pak sqarim, mundësisht. Patjetër. Po doktor? Ka fjalë të lidhura, ka fjalë do të thotë që do të thotë të emocionojnë, ka fjalë që ta shtojnë besimin, ka fjalë aty do të thotë janë të radhitura ato rreshtat nga autor, domethënë përgatitur në arabisht apo shqip. Prandaj çdo gjë që ta afron te Allahu xhaleshanu, çdo gjë që ta afron te Allahu xhaleshanu, po brenda kornizave të sheriatit, Kuranit, kjo është mubah, e lejune, arabisht dhe mubah dhe e lejune. Nuk kemi dhe në argument prerë që qartë pi Kuranit apo pi fjalës pejgamberit alayhis salam që është haram apo ndalune. Aruna Zot, unë po du me kënu ilahi, e ta është aty në këto ilahi, e ta është e ku marrë, do të ku më fut vegla muzikore, ku më bon, darse me ku më bon. Ka se disa grupe, në paraqit internet disa grupe, po, sa që po del nga aja ilahia, po del nga aja bukuria, po. Me përdor disa vegla që kanë, do më thonë, thjeshta, disa gjana që do thotë, që nuk ndikojnë në atë misionin kryesor, pse ilahia është shkrujt, apo lexohet, apo këndohet, nuk ka problem. Nuk ka problem, do me thonë, me atë kuptimin tim, unë sa kuptoj, po lexo zëri bukur, lexon fjalët e mira, po, nëse shkon dhe me thonë, pa përdor veglat muzikore, s'ka gale, ajo pranohet. Po nëse përdoren disa gjana thjeshta, do thotë, ka aso do thotë që jenë drugës mesatare, disa gjana që nuk jenë ekstreme, atë s'ka gale. E ma bëmo me të pru orkestrën muzikore, me pru pianon e violinën e kutadion e gjana tjera, që sot, atër kjo, me njerë për mërë kahje tjetër. E zakonisht ilahi knonë edhe në për xhamia, po knonë edhe në për shtëpijet kulturës, në për manifestime përgjithshme, ilahijat edhe në arabi knojnë, po edhe kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, po kanë shkruar do të fjali, do të thotë me këto kuptime me përbajtje të mirë, lavdate. Alejna, që për lezën kjo ilahi e njoftën, do thotë Agojhana 14 që adin, al bedru alejna, e kanë lezuar po njerëz e Medinës, kur ka pejgamberi alayhis salatu wassalam hijrat nga Mekë, më thënë erdhi Hana, Agojhana 14 nga e vendi bekuar, me mirësisë. Po. Ilahi e tjera për Kur'anin, sikur se sot që kemi disa djemtri, po na kënaqin me zërat e tyre. Por nuk ka problem. Jana ajo pyetsi më herët po kolegu zotri Arbre e përmend edhe arti i bukurisë. Pra, sa ka me folur në për artin e bukurisë, çka është bukuria, dimensioni i bukurisë apo i artit në Kur'an, çka thret Kur'ani. Kur thrasim në Kur'an, nuk thrasim në një botë vetmuar, nuk thrasim në një botë mu frigu, nuk thrasim në një botë, dhe me thonë, prapambeton. Bashkohor, edukativor, arsimor, kulturor, moral, historik, ideologjik, gjitha këto temat, Kur'ani ka folë, po me komplet, me kulm të besimit, hidajetit, udhëzimit. Kjo është e qëllimi finali i Kur'anit, me udhëzu popullit. Po në jetën kohë, aty në të nëntituj, me shiju bukurin e natyrës, po bukurin e kësaj gjithësie, Allah, ndaj, nuk ka penges, nëse janë brenda këtyre kornizave, normale, ilahijet çdo këndohen, janë kënduar, historikisht janë kënduar, tani këndohen, po, mirë, po disa ilahijet nëse kanë domethënie të keqe, domethënie që vinë ndesh me sheriatin, me Kur'anin, po, atëra ndalohen rrepsisht. Domethënë ata ndalohen rrepsisht, se tematika nuk është në rregull, përmbajtja nuk është në rregull, atër normal haram janë domethënë nuk lejohen. Besoj që ishe i qartë me këtë gjigje. Po. Faleminderit shumë, Allah ju shpërbleft. Faleminderit shumë.
Faleminderit Arber. Mezair, faleminderit për inkuadrim. Faleminderit. I përshëndes. Kënaqësi, natën e mirë. Natën e mirë, selam. Miqdashur, e përshëndesim edhe zotrin Mezair Axhia nga Roveci, e falenderojmë për inkuadrimin e tij në program. Kësaj pyetje të Mezairit, doktor, do t'i bashkangjitem me një ndërhyrje, për shembull, a mund konsiderohen si këngë, po them këngë, por me tekst të mirëfillt, këngët të cilat ju këndohen patriotëve, heronjve, njerëzve që kanë dhënë kontribut për vendin, njerëzve që kanë qenë të devotshëm për të mirën e kombit, atdheut, fesë ose ku ta diun, por është në formën e këngës, edhe ne e njohim si këngë, jo si ilahi. Për moderator, gjatë për nësit në çka po tha po pak të din, veç edhe këtë për përgjigje e fundin dhe ashta, din se mos po bëhet gjatë për dëgjuesi se po ta shohim në kohën pastaj s'na dëgjojnë neve. Po, e kuptoj. Unë dëgjoj. Po. Dëgjoj mirë. Po, jo dëgjoj, po. Matematik, trimërie. Që këto se këmë thonë, është era parë që për flasë dhe është publikisht. Këngët matematik, trimërie, burnie, nacionale, të dashurit, atdheut, moralit, urrëties armikut. Përpara këngët me qiftelie që i ka kënë urrëties së shkaut. Po, këta këngët duhet të ringjallën dhe duhet mos hupin kur nga historia jonë. Këta këngët e tjetra, unë vetëm po i përmendi tani pak, se ndoshta dëgjuesi tash, po kam qef me shkifë të tema speciale për Kuranin, po kënga Hasan Fazlis, kush e kanë dëgjuar din fort mirë. Aja këngë duhet më këndua dhe duhet gjithmonë me marrë mësime nga ato që kanë ndodhur. Kënga Çorilazit, Çorilazi, jeni internet aty, e dini, po. Kënga Selman Kadris, po, kur gruaja ka tradhtuar, ka shkuar. Kënga Halili e Muja, këngë dhe Salih dhe Ferizit, këngët e trimave tasht, këngëtarëve tri që i kanë dalë, që flasin, sidomos thonë kënga Elif Allah, shkroni në YouTube, Elif Allah, klum të klum që je musliman, ta kur nuk duhet me hu. Me qëta këngët që i kanë kënu të parë tanë, shqiptarë tanë që i kanë pasë edhe besimin, edhe trimrin, edhe moralin, edhe urrëtien ndaj armikut, edhe kanë pas atë gajret, si me thonë, xhelozin ndaj grave të tyre, ndaj familjes së tyre, ta kur nuk bën ju pse këta kanë vlerat mëdha historike, nacionale dhe islame, fetare. Këngët e sotit, tematikat e sotit që po dëgjojmë, që në ka bëjë sot, e ka qitë këtë që gjenerat në sot që i kemi. Gjenerat, pruna zët, drogave, gjenerat, mbytjes, gjenerat ikjes nga vatani, gjenerat humbjes xhelozis nga zemra për gratë e tyre, për motrat e tyre, gjenerat kafeve, gjenerat e duhanit, gjeneratat jo të punës, sot janë produkte këtyre këngëve dhe thot me këto gjitha llojet që ju i dini më mirë tani. Prandaj, ta këngë që e përmenda me histori dhe me këto tematika, këta kur nuk bën me hu. Dhe thras këngëtar që të po shkruajnë, tjenë kompozitor, me thonë, me këto tematika. Rahmetlin, Adem Jasharin, Rahmetlin vllahun e tij, Hamzën, e babën e tyre, dhe qëndrimi i tyre ndaj pushtetit, agresivitetit serb, trimëria e tyre, gjihadi i tyre, lufta e tyre, vdekja e tyre. Këta nuk bën më harubra, ata kanë dhënë jetën për vendin tonë, bre. E kanë dhënë gjakun, këtë familja ka shku.
duhet më mësu fëmijëve në për shkolla, çysh ka mësuar kohën e komunizmit, po xhaxhi fulan, apo çysh i mësojnë në Koreën Veriore, e vendet ku sot apo në Kinë ku mbretëron ligji, domethënë i hekurt. E prandaj kjo është ai mendimi im që këto tematikat historike të ngjarjeve që kanë ndodhur, do thotë na duhet kur mos pihu. Dhe nuk kanë pengesë dhe kundërshtim asgjë me fen apo asgjë nuk kanë domethënë me edhe pse ato përdorin do të përdorin çifteliet apo sharkiet, me izën Zotit Xheleshanu përderisa janë në momente ku në këtë kontekst për këtë qëllim edhe nuk po kurrë me izën Zotit Xheleshanu, se konga 15 minuta, 2 ora, përpara kanë kënu gatë kanë kënu. Sa konga më e gjatë 3 minuta, 50 sekonda, 30 më nuk ka më, se s'vema shumë. A përpara u ul Salije Ferizi, jenë ul këngëtarë të mëdhaj, këtë përmen që kanë mësua ata. Kur si kanë këqyrë letra, që dalin sot, për 3 minuta kongë edhe për lezën letrën përpara. Topsia memorie, dhe me thë njerës dëpë. Po, muzika, mjetet muzikore, muzikore, pja marrë mend shikusve edhe po bandi. Që jemi qartë të mesazh, që shumë i përkraju në këta të tëtë, edhe jem pra, edhe nuk vëm këta në kur. Sidomos, klëm të atëm që jemi musliman, elim Allah, ku thret për namazet, thret për agjerim, e për besim, fol për vdekje, fol për natën e vorit, krejt tematik islame, kuranore, 100%. Falin dhe shta pak, dorën nga tema, po, ta gjona nuk bën me hub kur. Kuptoj. Doktor, edhe pyetja e fundit që ka arritur për sonte, do thotë mbetëm pak gjatë, ju kërkojmë halal, por dëgjuesit edhe përgjithsisht ata që na ndjekin po kanë shumë dëshirë që të bëjnë pyetje dhe duhet me i respektu. Thotë dallimi etimologjik në mes dhe do thotë dhe teorik në mes të fjalës yetefekkerun edhe yetedebberun. Shumë shkurt, yetefekkerun min el-fikr. Ka punë truni, më analizu. Me fikrin, fiqirin, të na shqipe thënë fiqiri jem, fikirin, arabisht është yetefekkerun min el-fikr. Po amelije, operacioni trunit. Ka jetë që thrasin, inne fi khalqi s-samawati wal ard, me vërtet krijimin e qiejve dhe të tokës, la ayatin li qaumin, la ayatin li ulil albab, do të thotë për ata që kanë logjik, pastaj yetefekkerun ajeti surat al-Baqara, o inne fi khalqi s-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri, po vazhdon ajetet krijimin e qiejve dhe të tokës dhe anija e cila çarkullon lundron nëpër ujë e tjera, ndrimi i natës dhe i ditës, la ayatin li qaumin yetefekkerun. Ka argumente ata të cilët menojnë, do në me lotru në me arrit vërtit. Ndërse yetedebberun, ka të bëj punë, zemra, plus zemra. Edhe, kur pashpunon koka me zemra, po, tu tani rrjedh një rezultat. Yetedebber gjuhën arabisht, النظر في عاقبة الأمور دبر كل شيء. Me këqyr çka po del fund këtij operacionit vendimi. Çka po rrjedh ka ky proces që na sot u ndalëm dhe medituam të ajetet. Çka përfituam? Domethënë tedebur ka të bëjë edhe me zemrën, reagimi i zemrës dhe integrimi i trunit dhe i zemrës, rrjedh diçka si rezultat, o përfitim i kësaj, domethënë fytyrë kësaj bie. Ndërsa yetefekkerun ka të bëjë vetëm me operacionin e trunit, nuk ka lidhje me zemrën, vetëm munal mu logjikua, kush i ka kriju këta? Vallat janë kriju këta, domethënë kështu në mënyrë spontane, pa ndonjë mençuri, pa ndonjë qëllim. Kjo është dallimi. E pastaj vjen termi tjetër yaqilun, ata që apo logjikojnë gjuhën arabe, e tjera.
Apo kjo është dallim shumë shkurt që mos më mërzit. Inshallah, ka qenë qartë, inshallah ja shohin hajrin ata cilët ndëgjojnë dhe ndonë me përfitu diçka. Ju falenderoj për një ndëgjim edhe një herë nga zemra, nga ju pres lutje tuaja, besoj që me që ka që më japë moderator. Po. Ju falenderoj shumë për kohën edhe kontributin që keni bërë edhe sonte në këtë program, edhe me shpresë që do të dëgjohemi në javën e ardhshme. Unë ju përshëndes me selamu aleikum dhe ju falenderoj edhe në emër të gjithë dëgjuesve. Janë të shumtë që po shkruajnë kryesisht në aspektin e komplimenteve për mënyrën, qasjen edhe drejtimin e emisionit që ju po bëni. Shumë Allah ju edhe ata Allah shpërbleft dhe mirë pafshi emisionit. Selamun alaikum. Aleikum selam. Të nderuar miq, dëgjues dashur të radios Dituria Islame, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha. Ishim në këtë emision që nga ora 19:30 dhe emisioni titullohet Aktualitete fetare dhe edukativo arsimore. E tema që sonde trajtuam ishte hyrja në meditimin e Kuranit. Ky transmetim i sondëm këtu mbyllet, duke ju falenderuar për dëgjimin, falenderuar për telefonatat dhe për pyetjet që i dërguat në këtë program, edhe ju dëshiroj një mbrëmje të mirë të gjithë juve që na dëgjuat deri më tani. Ju dëshiroj një gjumë të ëmbël, nesër një ditë të mbarë të suksesshme, e ndërsa deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e Zotit. Asalamu alaikum.